për festival, po unë kam qenë për trek për këngë. Megjithatë me shku në festival, nuk është se kaloj keq, kaloj shumë mirë, ecëm shumë mirë, ka eksperiencë përveç asaj që thash, domethënë që ne jemi pak paragjykues kur bëhet fjalë për artistin, se gjithmonë e shikojmë veten në atë petkun e unit. Më falë që të ndërtes, unë ka kuptoj këtë pjesën se Gendi ka shumë të drejtë. Tu dalë, prandaj po. Që si më paragjykosh një artist. Bravo. Pjesën e prandaj tha pjesën e kur ne mundohemi që të argëtojmë njerëzit. Paragjykosh për jetën e tij se çfarë bën. Kush paragjykon, artisti artistin apo publiku artistin? Jo, artisti artistin. Se që ka xhelozi dhe mes dy artistëve, tani kjo dihet. Unë kam parë kur janë dhënë pikët e jurisë, një nga anëtarët e jurisë, nuk do ta them kush është, që nuk është kapus dot nga mendja ime. Dha 0 pikë? Ka dhënë 0 pikë me të qeshur. Ka qeshur edhe ka pa dhe sallë. Më falë, çfarë festivali ka qenë ky? Ka qenë festival 2011. Jo, më falë, 2008. 2008 ku? 2008 në Tiranë apo në Tiranë? Në Tiranë, kongreseve, në finale. Ishte festivali kur 20 këngë nuk ishte natë parë, natë dytë, natë tretë, këngët ishin në finale. Shkojnë direkt, po ishin 3 net që... Në mos informacion që kam e dije se ishte në Shkup si festival. Jo, festivali televizionit. Po. Ku jam në pjesëmarrës të vit. Po. Turojmë sukses. Faleminderit. Morët çmim në atë festival? Jo, nuk morëm çmim, kemi marrë dashurinë e publikut, absolutisht një... Unë ndjeki që ardhur shpati? Nga 0 pikëshi për shembull nga jo nënqeshje. Po flasim për një antar jurie. Antarët të tjerë kanë qenë shumë korrekt. E kuptoj. Por kemi pas madje kemi pas një mbështetje shumë të fortë nga stafi drejtues i RTS-s. Unë jam e bindur që edhe zhgënjimin e tij për ato 0 pikët edhe atë nënqeshje që mund të ketë marrë. Nënqeshja ka qenë televizive. Ai prapë ka kaluar me buzëqeshje. Bon sens, ai ishte pozitiv. Më kujtohet bën këto intrigat që bëhen në çdo festival. Domethënë doli kënga që ishte vjedhur nga Tarkani, që s'kishte lidhje fare masi lloj këngë, madje u bë mund vjedhë Gend Miftaraj, nuk ekziston mundësi. Nuk u gjet asnjë demo, kupton? Jo, po vetëm sepse ishte dita e fundit edhe me idenë që të gjeni një kleçk që mos marrë juria. Edhe juria mori, një antar juria tha, unë nuk e votova, tha se mendova se ishte, po s'ishte. Këto gjëra që po Gend si e morë lajmin e vdekjes së tij? Lajmin e ka marrë në një mënyrë të rëndë, kam qenë gjumë, edhe bashortja ime, Eda, më zgjon kështu me të lëkundur. Kemi bashkuar e familjarisht, kemi ngrënë dreka dhe darka. Ai prerë më merrte më çonte të fala edhe për Edën, për vajzën, për Kristinën, si është Kristi e këto e gjithmonë. Jam quar me një herë edhe isha kështu, e kisha telefonata njerëzish që më pyesnin domethënë. A është i vërtet lajmi? Se të gjithë ishin skeptik në fillim dhe unë kur pash lajmin thash s'ka mundësi duhet jetë. Nuk gënjeshtër. Ishte bombë se shtunë kisha folë me atë për një bashkëpunim tjetër? Një spektakël që bëhet në një televizion tjetër, të një miku tonë së Golgugës. Dhe ishte i ftuar atje, kisha folur me Shpatin që t'ishe i prezent. Dhe po përgatisnit materialet me cilat do të vini? Ishte edhe Gento po do vi, kur do të vinte? E kishte hedhur zërin. Kur do vinte nga Italia? Në datë nga Italia, unë kam folur të shtunën, unë fola për datën 30 nëntor. Ai se di unë do vinte ditën e djeshme. Ditën e djeshme do kthehej në Shqipëri sepse kishte lënë për tjetër po prapë, po të shumë plane. Po se ka pas disa projekte.